sa i përket investimeve në eficiencë, nuk do të thoja që nuk kemi qenë agresiv. Kemi zbatu mbi 35 milion euro projekte, shumë prej cilave në skema që janë dizajnuar nga fillimi dhe administruar komplet nga fillimi, si ajo e izolimit të shtëpive, për shembull. Tash, atë do të kishim dëshirë që të rriteshin më shpejt, po, dhe këtu problemi kryesor, sfida kryesore që kemi pas gjatë 2 viteve të fundit, gati po bëhen 2 vite tash, 1 vit e gjysmë në fakt, ka qenë çështja e financimit. Ne kemi pas për shembull marrëveshjen prej 75 milion euro me EBRD-n, e cila ka qenë nënshkruar prej nga ana e qeverisë, ka qenë nënshkruar në januar të vitit 2025 po i vjen. Mirë po për shkak që nuk kemi pas një kuvend të konstituar, marrëveshja është dashur të pres 14-15 muaj dikun deri në ratifikim në kuvend. Ngjashëm, mirë po faza e ardhshme, pjesa e ardhshme është zgjerimi i financimit për shtëpitë, për përkrajen për shtëpitë individuale dhe gjithashtu pastaj edhe për me fonde të IPAS edhe për pilotimin praktikisht në 4 komuna të Kosovës për ndërtesa shumë banesore rezidenciale. Kjo është duke u punuar. Sa i përket kogjenerimit, ka qenë një ndër gjëja e parë për të cilën kemi luftuar bashkë me ministrin Murati, duke qenë se EIB-a në atë kohë ka pas hezitime për ta financuar si projekt, duke qenë se bazohet në termocentralet me të ngjellë. Ne kemi argumentu për shumë fort dhe shumë gjatë që në fakt në Kosovë është pjesë e dekarbonizimit, është pjesë edhe ruajtjes së ambientit dhe pastaj si kusht është vendos që Termokosi ta ketë një plan të dekarbonizimit, plan afatgjatë të dekarbonizimit. Për këtë kredi, Termokosi dikur e ka për këtë plan, mirë po ka pas vonesa nga ana e Termokosit dhe Komunës Prishtinës në studimin e fizibilitetit, më saktësisht në përcaktimin e një lokacioni ku do të vendosej në stacioni kryesor, i cili pastaj ka vënu tërë procesin e fizibilitetit dhe ka vënu edhe nënshkrimin e marrëveshjes. Tash jemi në fazë që mund të nënshkruhet, pritet një zotim nga Komuna e Prishtinës për pjesën e bashkëfinancimit dhe shpresoj që ky projekt do të fillojë të zbatohet shpejt. Ndërsa për eficiencën tek sektori privat, kjo është në fakt pjesa më sfiduese. Ne kemi filluar prej intervenimeve ku kemi besuar se mund të dizajnojmë skema dhe të zbatojmë skema në mënyrën e duhur pa keqpërdorime që i kemi pa në të kaluarën. Kemi filluar me pajisje, spari ngrohjes, pastaj edhe solare dhe pajisje të tjera. Pastaj kemi vazhdu përveç sektorit publik normal edhe tek bizneset me pajisje, fillimisht me sisteme solare dhe ngrohje eficiente dhe pastaj në bashkëpunim me Kjesën dhe me përkrahje të Luksdevit për shndrues frekuencor, izolim të ndërtesës dhe sisteme solare. Qëllimi është që në të ardhmen të përfshihen edhe pajisje të tjera, qoftë duke filluar nga sistemet e ventilimit e të tjera, të ftohjes, edhe sigurisht industria, po kjo është pjesa më e përmendimin tem nga përvoja ime deri tani. Pjesa më sfiduese është çështja e teknologjive në prodhim për shembull, që janë shumë specifike për sektorët, prandaj janë shumë më sfiduese për institucionet për t'i adresuar këto. Për këto sigurisht që duhet një bashkëpunim dhe do të ketë, siç edhe ka pas deri tani, në mes të Mintit dhe Ministrisë të ngushtë mes të Mintit dhe Ministrisë Ekonomisë, po dhe fondit eficiencës për aq sa masat zbatohen përmes fondit. Po. Një pyetje shumë shkurt për ju zonja Rizvanolli po ashtu dhe pastaj dëshoj të kaloj tek një pyetje për SIBEM për të dy ju ministrët. Për të ditë se si do të jetë sekuenca e politikave që mos më lën të themi rastësisë në vitën udhërfys. Dhe një pyetje e shkurt është pse jemi pak vonë me
miratimin e dy udhëheqësve shumë të rëndësishëm, atë për tranzicion të drejtë, si dhe për miratimin e planit për energji dhe klimë, i cili është, me sa e di, gati që nga fundi i vitit 2024. Po një draft i të dyjave është gati. Për planin e energji dhe klimë do ta rishikojmë në fakt, në disa aspekte, jo të mos do thelbësore, mirë po masat, ndërsa udhërfysi për tranzicion energjetik tashmë është në konsultim publik dhe pritet të miratohet deri në fund të këtij muaji. Koncept tepër i rëndësishëm që duhet të merr vëmendjen dhe po e merr vëmendjen në aspektin institucional. Ne në fakt e kemi edhe pjesë të planit veprimi 2026-2028, në cilën janë parapar masat për mbështetjen e teknologjisë së gjelbërt, forcimin e infrastrukturës së cilësisë në kuadër të ministrisë dhe avancimin e kapaciteteve të bizneseve për certifikimin dhe përmbushjen e standardeve ndërkombëtare. Ajo që ne mund të themi është që deri më tash në këtë avancim teknologjik që është pjesë e synimit tonë, jemi në masën e drejt për drejt të ofrimit të skemës së granteve për bizneset për pajisje dhe për industritë përpunuese. Megjithatë, ajo sipas vlerësimit tonë fillestar, se kjo ka të bëjë me një buxhet tashmë të miratuar, të cilin ne jemi duke e zbatuar, nuk do të jetë mjaftueshme për të kaluar në për këtë tranzicion, edhe nëse vazhdojmë me rritje të këtij fondi. Çka ne po synojmë të bëjmë është që paralel me elementin e ndihmës së drejt për drejt bizneseve për avancimin teknologjik, të fillojmë në programet të drejt për drejta, siç e përmenda, që do fillojmë në shtator të këtij viti për sesion informues për asistim të drejt për drejt në kostimin e vlerës emitimit të karbonit për secilin produkt, por gjithashtu edhe në zgjerimin e listës së industrive përpunuese. 2 javë më parë Ministria ka finalizuar një raport në të cilin është shiqur përparësia konkurruese e industrisë përpunuese në Republikën e Kosovës, prej materialeve apo resurseve të rralla minerare e deri tek sektorët industrial. Dhe aty gjithashtu janë identifikuar edhe sektorët me potencialin e rritjes. E thatë me të drejtë, eksporti është i vogël, në raport me importin është vetëm 13.5%, deficiti tregtar është mbi 6 miliardë euro, që në vetvete e tregon problemin përmbajtësor në bilancin tregtar, por gjithashtu edhe mundësinë që përderisa po përgatitim kapacitetet për ngritjen e kapaciteteve, zëvendësimin e importit me prodhimin vendor, por edhe rritjen e eksportit, ne paralelisht me këtë të punojmë drejt për drejt me bizneset për teknologjinë e pastër, për rritjen e njohurive për vlerat në raport me taksën apo emitimin e karbonit, taksën për emitimin e karbonit, dhe gjithashtu ndjeshmërinë që duhet ta ketë secila në këtë proces. Tek ne përparësi, domethënë industritë intensive, përveç metal përpunimit, janë ato të plastikës dhe të drurit, dhe këto po mundohemi, siç e përmenda, në zonat industriale, klasterët që krijohen të jenë zonat me karakter të industrisë së njëjtë, e cila e bën edhe më të lehtë edhe krijimin e mekanizmave mbështetës, por edhe qasjen tek industritë me potencial zhvillimi tek ne.